Kam 4 vjet që rri këtu. Po qa 4 vjet se kam paga? Era fundit që ndi sa e me këtu. Ja kam bërë këtë rrugën e kena lizimin. Hajde, shive qik asfaltin sa e ke. Me ndurë që qëtë më atë punë, shive qik sa e ke. Diqo, deputeti nuk ka më e lëshë fjallësh. Qa me ndonë se janë qytetarë bizona? 3 cm e ke asfaltin dhe e nuk qëtë rrugë. Unë e bërë, duhet ta bëja postulat. Rikthehet incidenti i tendës që përplasi mbrëmjen e së hënës deputetët socialist me inspektoriatin e policisë ndërtimore. Kësaj radhe shkak i përplasjes në njësi numër 6 pranish kombinatit Mistomame u bë një gërmim nga ana e ujësjellës kanalizimeve, duke bërë që të konfliktohen 2 kandidatët për mini bashkin. Pas nisjes së punës nga ujësjellësi për hapjen e një kanali të ujërave të zeza, policia bashkiake është përpjekur të ndalojë këtë proces. Luzhiana Abazi dhe krenar Cenollari kanë qenë pjesë e debatit e në krah të kandidatit socialist ka mbritur edhe deputeti Sajmir Tahiri. Kam qenë në 4 vjet. Ku e di ti ku kam qenë në 4 vjet? Ti ku e di? 4 vjet. Si? A ke qenë si 4 vjet? Ja më kjo zonja e vuan. E diti çka kam bërë këtu? E diti çka kam bërë këtu? Ty tani, zgjidhje. Po. Ti s'ke ardhur bësh para 4 vjet. Kam ardhur. Pse? Kam ardhur pra. Jo pse, unë kam martim këtu pse? Pas situatës së krijuar, policia bashkiake është larguar, ndërsa punojësit e ujësjellësit kanë vijuar gërmimin. Ky ishte episodi i radhës i shënuar në këtë fushatë nxehtë zgjedhore. Mbrëmjen e së hënës për disa orë me radhë opozita dhe inspektoriati i ndërtimit u përplasën në bulevardin Dëshmorët e Kombit për një tendë elektorale të freshit.